Bismillahirrahmanirrahim. Nderuari Kryeministri i Republikës së Shqipërisë, Dr. Sali Berisha, nderuari kryetari i komunitetit musliman shqiptar Haxhi Selim Muça, nderuari Reisi i Bashkisë Fetare Islame të Maqedonisë Sulejman Efendi Rexhepi, nderuar Reisi i Bashkisë Islame të Malit të Ziri Fat Efendi Fejzic, nderuari kryegjysh botror i Bektashive Haxhi Edmond Brahimaj, nderuari kryepeshkop Janullotas, nderuari ambasadori i Kosovës në Tiranë Sulejman Selimi, të nderuar ministra, të nderuar përfaqësues kore diplomatik, të nderuar përfaqësues të subjekte politike dhe jo politike, të nderuar studiues, të nderuar të pranishëm. Kam nderën dhe kënaqësinë e veçantë që në emër të Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, në emër të strukturave drejtuese të saj, në emër të besimtarëve musliman të Kosovës dhe në emrin tim, t'ju përshëndes në këtë përvjetor të rrallë, unikal, jubilar e të papërsëritshëm për ne. Jemi mbledhur këtu nga të gjitha viset shqiptare për të shënuar e festuar 100 vjetorin e ngritjes së flamurit, shpalljes së pavarësisë dhe themelimit të shtetit shqiptar. Jemi të buar këtu për të kujtuar dhe për të respektuar të gjitha ata që kontribuan dhe e shpallën këtë akt madhor. Dhe jo vetëm ata, por për t'i kujtuar e për të qenë mirënjohës edhe ndaj të gjitha atyre që sakrifikuan para, gjatë dhe pas shpalljes së pavarësisë. Po ashtu, shprehim konsideratën tonë të thellë dhe i kujtojmë me pietet gjitha ata brezat që e mbollën, e ngritën, e ruajtën dhe kultivuan ndjenjen konformues e shtetformues ndër shqiptar. Kujtojmë ato personalitetet të ndritura të kombit, të cilët 100 vjet më parë të bashkuar rreth një ideali e qëllimi, shpallën aktin e pavarësisë së Shqipërisë dhe i rënditën shqiptarët në mesin e popujve me identitet, kulturë e etni të mbetësishme edhe me shtet të tyre. Shpallja e pavarësisë së Shqipërisë dhe krijimi i shtetit shqiptar në Ballkanin e trazuar ishte një mision plot sfida, sakrifice e mundime, ishte një punë shumë e vështirë. Lindja e shtetit të shqiptarëve në këto kohë kthesa është mëdha, jo vetëm që nuk u mirëprit nga fqinjet tanë, por për më tepër i tërboj dhe i egërsoj ata si asnjëherë më parë. Përse dhe jam synë tokave shqiptare në të gjitha anët, për t'i coptuar e glabëruar dhe për të zhvër shtetin e sapo lindur shqiptar. Shqipërisë jo morën me dhunë krahinet e tëra, si Kosova, Qamëria dhe teritoret të tjera të mbetura në Maqedoni, Maltëzi e Serbi, të cilat vise jo vetëm se nuk e shijuan pavarësinë, por në vend të saj u përballën me okupimin, gjenocidin, shfarosjen, dhunën, agresionin dhe dëbimin nga trojët e tyre. Këto vise fatkeqësisht dhe sot e 100 vjet më pas kanë ngelur jashtë trungut të tyre etnik. Megjithatë, Shqipëria ndon se e coptuar dhe e sfidituar, u bë kurse shqiptarët fal vitalitetit të tyre, fal mendjeve të zgjuara të ndritura të bijve të vet, ka personim që të ndriçojë dhe të nxjerrë në pa rolin dhe kontributin e dietarëve dhe institucioneve islame në ruajtjen e ekzistencës kombëtare dhe në ngritjen e vetdijes politike. Roli dhe kontributi i ulemas shqiptare dhe institucioneve të saj gjatë historisë ka qenë i madh, duke nisur që nga lidhja e Prizrenit me muderrizin e njohur Haxhi Ymer Prizrenin, Halim Efendi Ramadanin, Ahmed Efendi Korenisen, Hafiz Ymer Guten, Hasan Efendi Shlakun, Hafiz Murteza Luzhen, Jusuf Efendi Podgoricën dhe shumë ulema të tjerë nga të gjitha viset shqiptare. Lidhja e pesë me Haxhi Zeken, shpallja e pavarësisë me Vehbi Ismet Dibrën, Daud Boriçin, me uleman Shkodran e Sherif Langun e Ferit Vokopolën, Hafiz Ali Koçën e Hafiz Ibrahim Daliun e të tjerë, mbrojtja e Kosovës me Hoxh Kadri Prishtinën, Rustem Shporten, Ilyas Brojën, Mulla Idris Gjilanën, Hakis Ermagjajn, Sheh Hysenin, Musa Shehzaden e shumë të tjerë për kontributin e të cilëve sigurisht më meritor e më kompetent për të folur janë studiuesit që do të referojnë në këtë konferencë. Kontributi ulemas shqiptare ishte determinues si në marrjen pjesë aktive në përkryengritje të shumta, duke ju udhëhequr ato, por edhe duke u dhënë kuraj luftarëve të lirisë me këshilla e vepra dhe me autoritetin të cilin e gëzonin në masë.
Ulemaja shqiptare ishte motivuar nga mësimet kuranore dhe porositë e Muhamedit a.s. që të japin në vazhdimsi kontributin e tyre për liri e pavarësi. I madhi Zot në Kur'anin famlar thot: vërtet Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë gjendjen e tyre. Mbaron citati. Po ashtu një kontribut të madh kanë dhënë edhe institucionet fetare islame, si xhamit, mektebet, medreset, teqet e tjerë, të cilat ishin qerë të përpjekjeve për mbijetesë dhe pavarësi të shqiptarëve, si kompleksi i medreses Mehmet Pasha, xhamia Sinan Pasha në Prizren, medreseja Perinazir e Prishtinës, medreseja Tiranës, medreseja Isa Begut dhe medreseja Medah në Shkup, medreseja Madhe në Gjakove e tjerë. E deri te kontributi që ka dhënë në dekadat e fundit, medreseja Laudin në Prishtinë, ku gjatë viteve 89-99 u mbajtën 1230 tubime të karakterit politiko-shtetformues, në për të cilat kaluan kokat më të ngritura të ditura për ta bërë Kosovën shtet. Medreseja Laudin ishte një vazhdimsi e kontributit të medresesë Mehmet Pashës, të kompleksin e së cilës me 1878 u mbajt edhe lidhja shqiptare Prizrenit. Ma tras Paria Islami i shkruan këtë letër ambasadorit të Francës në Stamboll. Me habi kemi marrë vesh se lokalitetet e vendit tonë do të kalojnë në administrimin e Serbisë dhe Malit të Zi. Disa të tjera do të bëjnë pjesë në qeverinë e re të Bullgarisë. Në emër të drejtave njerëzore, ne protestojmë dhe të gjithë ne jemi të gatshëm të bëjmë të gjitha sakrificat për të kundërshtuar këtë. Duke pasur besim te Zoti, ne do të luftojmë kundër atyre që do të përpiqen të nënshtrojnë vendin tonë. I lutim i shkëlqësisë tuaj t'ja transmetoni lutjen tonë qeverisë tuaj me qëllim që të menjanohet gjakderdhja. Mbaron thënia. Të nderuar të pranishëm, pavarësia e shqiptarëve dhe mbijetesa e tyre ndër shekuj nuk është kontribut vetëm i prizve të njërës përkatësi fetare, por është rezultati një vetdije kombëtare fetare kolektive që kanë bizotruar tek shqiptarët. Është rezultati tolerancës i harmonisë e mirëkuptimit, virtyte këto me të cilat dallohet e veçohet ky popull, e të cilat i mbollën e i kultivuan rilindësit tanë të shquar. Prisit fetar shqiptar me vokacion nuk ishin politikan dhe politika nuk ishte profesioni tyre, por ishte vetëdia e tyre morale e politike si sinteze dy komponentëve kryesor, patriotizmit dhe besimit, që i vuri ata në krye të ngjarjeve të mëdha të kombit, me të cilat jo vetëm që hynë në histori, por edhe e bën historinë. Megjithatë, për shkaqe të njohura historia jonë nuk është treguar shumë e drejtë ndaj kontributit të ulemas dhe institucioneve islame. Prandaj le të shërbej kjo konferencë si një nismë e mbarë të gjithë atyre që kontribuan për pavarësinë e Shqipërisë dhe ruajtjen e identitetit të tyre kombëtare fetar, të jepet haku dhe të renditen meritueshëm në panteonin e historisë së kombit tonë. Të nderuar të pranishëm, shënimi 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë sigurisht që nuk do të kishte këtë rëndësi, këtë aromë dhe këtë ngjyrë pa pavarësinë e Kosovës, pa përmirësimin e statusit të shqiptarëve në Maqedoni e Maltëzi. Por ky përvjetor se dhe të tjerët do të vazhdojnë të quhet i mangët për sa kohë që shqiptarët nuk do të jenë bashkë. Në fund e lut Zotin që gabimet historike ndaj shqiptarëve të mos përsëriten, kurse shqiptarët të mos i bëjnë gabimet e njëjta. Milioni që krejt në fund, që lexoj vargjet e fundit të poezisë Rrofsh o vatani përgdhelur, të shkruara në vitin 1942 nga alimi i mirënjohur Kemal Aruçi. Flamuri i kuq është simbol i lirisë i popullit tim. Horizontin e vendit tim do ta mbush me ndriçim. O Zot i madh, ti mbroje popullin dhe vatanin tim. O Shqipëri, shembjen tënde syt s'kam për të ne parë, liria e pavarësia të qofshin përmbar.